Në këtë vend, në kishën e Franceskut, në Gjuhadol, ishte i varrosur atë Gjergj Fishta. Një prej mendjeve absolutisht ma ekzemplare të jashtëzakonshme të kombit tonë. Poet, shkrimtar, intelektual, filozof, diplomat, vështirë se mund gjenden tituj për të përshkruar genialitetin e personit të tij. Në vitin 1967, urrejtja patologjike komuniste erdhi në këtë vend. Hyri, shkatroi e zhvarrosi për zgjavit atë që ishte Homeri i Shqipërisë. Kaq e madhe ishte urrejtja e këtij sistemi në i kishës katolike e në i shqiptarëve të vërtet, saqë edhe të vdekun i kërcënoheshin. Etrit franceskan në këtë vend pas viteve 90, kur erdhi liria në vendin tonë, rikthyen edhe një herë për reliket e tija vend varrimin e poetit të madh, e shqiptarit të jashtëzakonshëm, e franceskanit të denj, atë Gjergj Fishta.